Padyshim se me shtimin e diturisë, informatave, shtohet edhe frika prej Allahut. Shtohet edhe dija për bashkimin e tij, se Allah din të brendshme dhe të jashtme. Edhe e din robi se nuk ka ka t'ja mbaj, pasi që do të vjen dita e takimit me të, edhe do të del krejt jeta jonë para ti. Ndaj Imam Sufjan e-Thauri, që përmend Imam al-Ajurri në librin al-Ilm, thotë se o ju që keni dije, po s'keni sinqeritet, mos u lodhni këtë. Është një lodhje e kot, njëre të shtoj informat edhe të mos të shtoj sinqeritet e vetë. Se njëri e ngarkon vetë vetën me dituri, me informata, sikur se përmend Allah, kemethelin himari, jahmil asfara. Ti ndoshta i kem vishmën tënde, letrat edhe librat, që ndoshta edhe i ki lexuar, por nëse nuk reflektohet ajo, pasqyrohet në jetën tënde, me një ndryshim cilësor në aspektin sinqeritet, në aspekt të adhurimit, atë nuk ka dobi, me të vërtetë është thjesht një ngarkesë shtesë. Sigurisht, kemë edhe një ether prej Abdullah ibn Zubairit radiallahu anhu, i cili tregon se merrte mësim prej tezës së tij Aishës radiallahu anha, edhe thot një ditë me pyetje, apo punon me këtë dije që je duke e marrë? Thot i thash, la ja ume, jo për Zotin e nona ime. Pas është nona e besimtarve, pastaj tha, pse pishton argumente vetës ditën e takimit me Allah. Është problem se nëse s'ka sinqeritet, s'ka vepër. Këtu janë të lidhë në qyshe dini, dhe na keni mësu hoxhën dërun, jemi mësu prej fëminist, ju dëgjojmë juve vazhdimisht, dhe i kemi mësu i na mishru se një dije e cila nuk shoqërohet në vepër, ka problem në sinqeritet. Ndaj, njëra pa tjetrën nuk paramendohen të jenë. Andaj, kush don me qenë i vazhdueshëm këtë rrugë, padyshim se do ta ketë lidhjen e fortë me Allahun, që t'ja mundsoj rrugtimin drejt tij, se Zoti Dhul Xhelal, ata që aktrojnë i qetë qoftë edhe pas një kohë të gjatë. Iblisi, sa ishte në sejze, si që përmend Ibn Qayyimi, duke bërë, thot, Allahu e urrente zemrën e tij, sepse e dinte se një ditë do ta zbuloj fshatësinë që kishte në brendësi atë gjehlin e madh, madhsinë, kibrin. Dhe kundërt është për Omerin, thot, Allah e dinte zemrën e tij, dhe duke qenë i dhujtar, pasi që e dinte se do të vinte dita kur do të del në shesh çështja e tij. Ndaj sinqeriteti është piknisi. Ka mundësi që në një periudhë kohore, se Omeri 6 vite ka qenë në armiqsi ndaj pejgamberit alayhis salam, por rregullimi i fortë i sinqeritetit ajo bën të jetë në 10 që të përgëzuar me xhenet, edhe më shumë të jetë ndër dy njerëz që më shumë të peshon tek Allahu i lartësuar, siç ka ardhur në hadith e Imam Muhamedi, se Islami sa ka qenë Omeri gjallë, nuk ka qenë i hapur për shkak të vrasësisë tij, kur është fut, so ka qenë jo besimtar në fjala, kur është fut në Islam, është për hap, dhe do të vijnë ditën e gjykimit dhe do ta ngrit para njerëzisë, duke thënë se kështu jam hap me ardhin tonë dhe kështu sot të bëhet me të pa krejt njerëz në ditën e takimit me Allah. Ndaj los Allahun që edhe ato qaste që ndonjëherë s'kemi qenë si çdo në sinqeritet, apo kemi kërku, kemi synu kënaqësinë e njerëzve, që Zoti na falë dhe të na përmirësoj këto që na ka mbet, me shpresë që nuk do ta përsërisim, pasi siç na thon plesht në dëgjon atyre, nuk mashtrohet Zoti. Nuk mashtrohet.